Fëmijëria dhe rinia e Katerinës kaloi në vëzhgimin e rrep të prindërve të saj. Ishte e thjeshtë të listonte çfarë mund të bënte dhe çfarë jo. Prandaj prindërit e saj insistonin në pëlqimin e saj, kur në vitin e fundit të kolegjit, Bruce shfaqi interes për të dhe më pas e propozoi për martesë. Katerina nuk e pëlqente vërtet shumë, por ishte mësuar të mos ja prishte dëshirat prindërve, prandaj pranoi. Ata thanë se Bruce vinte nga një familje mirë dhe e pasur, dhe ajo do të kishte një jetë të qetë dhe kishin të drejtë. Katerinës nuk i mungonte asgjë, por asgjë s'kishte ndryshuar pas martese. Asaj ende i ndaloheshin shumë gjëra. Bruce punonte dhe mbante familjen, ndërsa e drejta e vetme që kishte arritur të ruante Katerina ishte puna. Ajo punonte si mësuese muzike në një shkollë. Ajo e dinte se ishte një nuse që i konvenonte burrit të saj. Si çdo li më pas, prindërit i kërkuan Bruce që ai të gjente një nuse për veten e tij, ose do t'i ndalonin parat, dhe ai zgjodhi të urtën dhe të bindurën Katerinë. Ajo pastronte shtëpinë dhe gatuante vakte të shijshme, por Bruce zakonisht nuk vinte për darkë dhe kthehej në shtëpi pasi Katerina kishte fjetur. I vetmi moment kur ajo u ndje vërtet e lumtur ishte kur fëmia e saj erdhi në jetë. Prindërit e bashkëshortit të saj jetuan jashtë vendit për një kohë të gjatë, prandaj kishin parë mbesën vetëm në foto. Prindërit e Katerinës thanë se ajo kishte rilindur, por nuk mund ta ndihmonin. Kishin shumë punë për të bërë. Katerina u lëndua nga kjo, jo sepse donte ndihmë, por sepse donte që ata të shihnin mbesën e tyre. Bruce kishte ndryshuar shumë pas ardhjes së fëmijës. Ankoi për të qarët gjatë natës dhe tani Katerina, kjo gjithmonë kishte kohë për të gatuar darkë. Të bërtiturat filluan. Katerina mundohej ta qetësonte bashkëshortin sa më shumë të mundej, por ai nuk ishte i kujdesshëm me fjalët dhe tonin e zërit. Mary e vogël u zgjua dhe po qante. Katerina telefonoi prindërit e saj dhe u tha se donte ta lindte bashkëshortin. Prindërit i thanë të duronte dhe se ajo nuk ishte mirë pritur me vajzën e saj në shtëpinë e tyre. Djali i vëllait të saj jetonte me ta sepse vëllai me gruan duhet të ndërtonin një karrierë, ndërsa ajo tashmë kishte gjithçka. Katerinë shkoi te vajza e saj dhe u qetësua duke parë princeshën e vogël. Kjo situatë vazhdoi për 4 vite. Bruce kaloi nga të bërtiturat në dhunë. Katerina telefonoi sërish prindërit e saj duke pritur mbrojtje për tyre, por përgjigjja e tyre nuk ishte ndryshuar. Ajo i tha vajzës së saj: "Mary, e vogla ime, bëj dhe pak durim, do të largohemi së shpejti." Gjatë kësaj kohe, ajo po kursente para. Bruce pothuajse nuk i jepte më para kesh dhe blinte vetëm çfarë ai kishte nevojë, por ajo shfrytëzonte rastin kur ai nuk mundej dhe prandaj kishte mbledhur para. Katerina më në fund e kuptoi se vajza e saj do të kishte më shumë nevojë se sa thjesht rrogën dhe shtëpia ishte në emër të bashkëshortit të saj. Një natë më parë, burri i saj përsëri nuk erdhi për të fjetur në shtëpi. Katerina nuk mundi të flej fare, vajza ishte sëmur dhe ajo qëndroi pranë saj. Bruce erdhi në shtëpi rreth orës 11. Katerina nuk ju përgjigj me njëherë ankesave të tij, dhe kur ju afrua, pasi ai nuk ishte vetëm. "Katerinë, shiko se si duhet të duket një grua, duke treguar një vajzë të re. Shikoje veten, të paktën kriji flokët." Ajo qëndroi e heshtur, nuk foli asgjë sepse e dinte se nuk do të kishte rëndësi. "Merri gjërat e tua dhe fëmijën dhe largohuni. Tani do të jetë një tjetër zonjë që nuk do të kem turp të takoj me miqtë e mi. Dhe besoj se e di se s'do marrësh pensionin e plot nga divorci." Ajo e dinte se të gjitha bizneset ishin në emër të prindërve të burrit dhe ata do t'i rregullonin gjërat si të donte ai. Nga ana tjetër, ishte e çliruar se do të ishte e lirë dhe prindërit do ta pranonin sepse nuk ishte faji saj, por e kishte gabim. Ndërkohë që paketonte, thirri maman e saj dhe i tregoi gjithçka, por ajo ju përgjigj se ai kishte të drejtë. Ajo duhet të kujdesej për veten dhe ishte i gjithë i faji saj. Gjithashtu, i tha se të rinte në kurriz të prindërve në moshën e saj duhet i vinte turp. Por ajo nuk do t'i rëndonte ata, vetëm shpresonte se do u jepni një strep për herë të parë.
Kur hyri në dhomën e Merit, pas ajo ishte veshur, kishte një çantë në shpinë dhe në krah kishte një lepurush. Mami, dëgjova gjithçka. Unë jam gati. Katerina e përqafoi. Kur Katerina ishte në korridor dëgjoi. Më dërgo adresën ku t'i dërgoj gjyrat e tjera. Nesër pastruesja do vi të pastroj gjithçka. Katerina e qetu përgjigj. Dakord. Pastruesja që Katerina e therriste te Zemei ishte shumë e mirë dhe dinte se do të paketonte gjithçka me kujdes, nëse ai nuk i hidhte. Ato folën në telefon dhe ajo i tregoi se një shoqe e saj jepte dhoma me qira. Katerina shkoi në adresën e dhënë. Zonja ishte një gjyshe shumë e ëmbël. Kur e dëgjoi historinë e Katerinës, ajo nuk donte t'i merrte para, por Katerina e siguroi se kishte para dhe një punë dhe pranuan ta merrte me qira shtëpinë. Katerina shkonte në punë dhe merri në kopsht. Ndonjëherë zonja Mei kujdesi për vajzen dhe Katerina pastronte shtëpinë dhe gatuante për të gjithë. Për herë të parë në vite, Katerina ndihej si në shtëpi. Aty kishte ngrohtësi, rehati, respekt dhe bashkëpunim që ajo nuk i kishte patur kurrë më parë. Ishte vjesht dhe Katerina me vajzën kishin dalë në park të mblidhnin materiale natyrale për një punim në kopsht. Pasi mblodhën plot gjëra, u ulën në një stol dhe Katerina tha: "Shkëlqyeshëm, tani duhet të vendosim çfarë do të bëjmë me të gjitha këto." Një zëburri u dëgjua aty pranë. "Mund të bëni një buf me gjethet e pemëve dhe një irish me gjembat." "Shumë faleminderit për idenë, mendoj se kemi mbledhur shumë. Do t'i ndajmë bashkë," tha Katerina. "Jo, faleminderit, unë nuk kam fëmijë." "Oh, më falni, mendova se edhe ju keni ardhur për këtë arsye kur përmendët bufin." "Mbaj mend gjithçka, kur vija për t'i mbledhur materialet në këtë park me maman time dhe më pas i ndërtonim." Ato më pas vazhduan të flisnin. Emri i tij ishte Chris dhe ishte mjaft interesant dhe ai ishte muzikant. Katerina i jepte mësime piano ndërsa Chris luante violin. Ata filluan t'i kalonin fundjavat së bashku duke shëtitur në park. Chris luante me Merin e vogël dhe fliste me Katerinën. Kur erdhi dimri, u shtua edhe një argëtim tjetër. Vajza e pyeti maman e saj: "Mami, pse s'vjen Chris të na vizitoj?" I tregova gjyshes për të dhe ajo nuk e ka problem. Katerina ndjej e turpëruar t'i tregonte atij për jetën e saj, se si e kishin nxjerrë jashtë, ndërsa i fliste për të tijen. Ajo e dinte se nuk ishte martuar kurrë, kishte pasur një të dashur, por ajo e kishte tradhtuar dhe tani jetonte vetëm, punonte shumë dhe udhëtonte. Në shëtitjen e radhës, Meri e ftoi atë për vizitë dhe ai nuk mundi ta refuzonte. Ajo më në fund i tregoi historinë e saj. Një vit kishte kaluar. Ata sërish mblodhën materiale, por këtë herë së bashku. Katerina e kuptoi se kishte rënë në dashuri me të, por ai nuk bënte asnjë lëvizje. Derisa vajza po mblidhte gjethe, ajo u kthye nga ai dhe i tha: "Chris, nuk mund të hesh më, unë të dua." Dhe po e shikonte në sy. "Katerin, ka arsye pse ne nuk mund të jemi bashkë. Pse? Ke familje? Apo ke frikë nga diferenca e moshës?" "Jo, është diçka tjetër. Duhet të ta kisha thënë para shumë kohësh. Atë ditë që u takua, mu sapo dola nga doktori dhe doja të gjindesha në vende familjare. 6 muaj më përpar, mora një diagnozë të keqe. Bëra kimioterapi në një klinik në Izrael dhe më pas doktori më dha vetëm 6 muaj jetë. Por ti dhe Meri më zgjatë të tjetër dhe unë nuk e di se sa kohë më ka mbetur." Katerina nuk dinte çfarë të thoshte. Pas një pauze, ai vazhdoi: "Tani ti di gjithçka. A do të kesh pak kohë për mua nesër pasdite?" Ajo pohoi me kokë dhe pjesa tjetër e shëtitjes ishte e qetë. Chris e mori Katerinën pas punë ditën tjetër dhe shkua në një noter. Ajo as nuk e dinte se çfarë po firmoste. Dëgjoi diçka për shtëpi dhe llogari bankare, por mendja e saj nuk ishte as pak aty. Kur dolën prej aty, Chris i tha: "Eja, zhvendosuni në shtëpinë time, që tani është dhe e juaja. Unë nuk do të kem kohë mjaftueshëm t'ju fal dashuri dhe përkujdesje, por do t'ju lë shtëpinë dhe disa kursime, edhe pse shumicën i harxova në Izrael." Ditën tjetër, Katerina me vajzën u zhvendosën me Chris.
Pas një jave ai u shtrua në spital. Po ashtu edhe zonja Harris shkoi me to. Ajo ishte lidhur shumë me të dyja sa ishte e lumtur të ndihmonte. Katerina po jetonte në spital dhe zonja Harris e çonte Maryn atje një herë në ditë. Pas një muaj, Chris e kuptoi se nuk ishte më edhe shumë kohë. Ai me zë të mekur tha: "Katerin, duhet të më premtosh diçka. Ti dhe Mary duhet të jeni të lumtura. Mos ki frikë ta lësh lumturinë në jetën tënde dhe mos lër askënd të trajtoj si ish burri jot. Vajzat e mia, jeni të lumtura." Katerina duke e qarë i tha: "Të premtoj." Funerali u shoqërua nga gjithë orkestra me të cilën Chris kishte luajtur dhe pas 40 ditësh një koncert u dedikua atij në teatr, ku Mary u ngjit në skenë, ul në piano dhe luajti pjesën e tij të preferuar. Kishin kaluar 6 vite. Zonja Harris po gatuante në kuzhinë sepse kishte një darkë gala. Mary kishte fituar kupën në garat regionale duke shkëlqyer në piano. Catherine, Mary dhe Michael po shkonin në shtëpi. Katerina gjeti dashurinë e saj dhe Mary e thërriste babi. Ata të gjithë ulën dhe po shikonin programin ku performonte Mary dhe ishin shumë krenar për të. Në anën tjetër të qytetit, Bruce po shikonte të njëjtin program. Ai nuk ishte më i njëjti. Prindërit e larguan nga biznesi pasi zbuluan se ai po e falimentonte atë. Vajza e re u zhduk bashkë me parat. Ai ishte vetëm duke parë lajmet dhe nuk e kuptonte pse i duke fytyrë e njohur. Po si ta kuptonte kur pothuajse kur nuk e kishte parë vajzën e tij. Michael adoptoi atë dhe i dha mbi emrin e tij. Gjatë ceremonisë vajza tha: "Këtë çmim ja dedikoj Chris, pasi na ktheu jetën kur babai na braktisi."